Qendra Kulturore e Fëmijëve në Elbasan ka organizuar një koncert festiv me rastin e festave të pavarësisë dhe çlirimit. Në këtë kontekst, fëmijët e qendrës kulturore në udhëheqjen artistike të mësuesve të tyre kanë prezantuar fillimisht një ekspozit me piktura të ndryshme, në fokus të cilave ishin figura të shquara historike dhe motive patriotike kombëtare. Më pas në skenën e teatrit Skampa, fëmijët e kësaj qendre kanë dhënë një koncert festiv me këngë, valle, recitime dhe pjesë të tjera artistike. Përgjegjësi i shfaqjeve artistike pranë QKF-s Sokol Çeliani është shprehur se kjo qendër tashmë ka kthyer në traditë festa të tilla dhe se të tilla organizime bëjnë që fëmijët të kenë ndjenje të adhetarisë. Vërtet fëmijët vinë me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim çdo ditë, derisa të arrijmë në të shfaqje ju shikoni sot. Ashtu si patë edhe punët e pikturave të organizuara nga kursi i vizatimit, bashkë me koncertin. Ky është një spektakël i cili, siç e shikoni edhe vetë, tregon angazhimin e gjithë këtyre fëmijëve, po edhe të stafit ton, që palën pa përmendur, domethënë në kujdesin e detyrisë arsimore dhe të bashkisë Elbasan, që janë gjithmonë mbështetin në të gjitha aktivitetet, jo thjesht në këtë aktivitet estetetik të nëndorit. Nuk e di që do dohet dishit më tepër specifike, sepse puna, siç e pat flet vet, absolutisht është detyrë e jona, e mësuesve në shkollat e tyre, e familjes sigurisht, që klasë pas klase që ato ndjekin, se ne, siç e dini, kemi fëmijë që nga klasa e parë deri në ciklin e klasën 9 të shkollës fundvjeçare. Këta fëmijë përpiqemi bashkë me kolegët tanë për shkolla që t'i japim, t'i ushqejmë, të përpiqemi t'i ushqejmë me dashurinë për vendin, me dashurinë për qytetin e tyre, për vendin e tyre, për shtëpinë e tyre, për shokun, për familjen, sepse siç di Mateu është motra jon, vllai ynë, prindi ynë, familja jon, qyteti jon, pastaj të gjitha bashkë me radhë. Është eveniment i cili kryhet vit për vit nga institucioni jon, nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në Elbasan. Vit pas viti përpiqemi të evidentojmë talentet të reja, të nxjerrim ato, mos harrojmë që nga këto aktivitete që ndoshta kështu duken rutinë, kanë dalë fëmijë këngëtarë që kanë fituar në edicionet në shumë spektakle televizive. Gjithashtu spikasin në krijimtari dhe në recitim. Si vjet për herë të parë që kemi edhe kursin e gazetarisë, shpresojmë që nxjerrim edhe fëmijë që të jenë të aftë edhe për perceptimin e problemeve që kanë dhe t'i zhvillojmë, t'i japim atyre dhe një tjetër mundësi në përkrah pikturës, muzikës edhe valleve që bëhen në institucionin tonë. Fëmijët të veshur kuqezim me kostume popullore dhe me buzëqeshje në fytyrë kanë bërë publikun të emocionohet për këtyre interpretimeve. Ky aktivitet organizuan në kujdesin e Bashkisë Elbasan dhe Drejtorisë Arsimore.